që të marrë këtu në Unë kam pat pasion që i vogël, jam marrë me stërvitje, edhe se lagja jonë Palortoja gjithmonë ka patur njerëz të stërvitur që merreshin me paralele si profesori tonë Nikua, e kam patur kur isha i vogël e shikoja dhe kisha zili doja të bëhesha dikur si Nikua dhe kam 2 vjet që bëj stërvitjet këtu te kjo palestër, mora pjesë vjet në kampionatin që u bë shqipt kombëtar, nuk zura rezultate të mira, zura vend të dytë, kurse këtë radhë, shqyr Zotit, zura vend të parë. Në çfarë disipline? Disiplina master. Masterman, po, më fali. Mbi 40 vjeç. Mbi 40 vjeç, plus 40 minus 50. Dhe isha në një formë të mirë, këto se mas një stërvitje intensive me profesor Nikon, arrita rezultate të kënaqshme. Ky është çmimi i parë që keni marrë? Po, ky është çmimi i parë, kupa e parë, ose që marr, kurse radhët e tjera kam zënë vend të dytë. Shpresojmë tek Zoti inshallah që të vazhdojmë në kampionatin evropian që bëhet në Rumani në tetor, me kismet me një mund të marrim pjesë. Inshallah duhet që konkurrentët pjesëmarrës. Konkurrentët nuk i njoh, po me kalimin e kohës do t'i njohim dhe me një stërvitje intensive që mund të bëjmë këtu te me profesor Nikon. Shpresojmë tek Zoti që do arrim rezultate të mira. I bëj një apel të rinjve që të merren me aktivitete fizike, sepse trupin e kemi dhurat nga Zoti dhe një dhurat që na japin duhet gjithmonë e mbajmë mirë. Dhe dikujt i themi nëse na i kërkoni, themi jo, nuk të japim këtë sepse kemi dhurat. Trupin e kemi dhurat dhe duhet ta mbajmë me stërvitje dhe mos të abuzojmë me duan dhe me alkool apo në për lokale
kalojmë kohën me telefona apo rrjetet sociale e kot. Unë jam djalë Gjirokastrit dhe që kështu unë dhe kupën që e mora e përfaqësoj normal vendin tim, Shqipërinë, Gjirokastrën e kam për nder, e thonë që jam Gjirokastrit. Dhe normal që nëse unë shkoj në kampionatin evropian me flamurin shqiptar. Kemi zhvilluar rreth 7 aktivitete në Gjirokastër dhe 2 të tjera i kemi zhvilluar në Vlorë dhe në Durrës të këtij versioni natural bodybuilding dhe fitness. Si vjet patëm një rezultat të mirë, sepse kemi 2 raste nga Gjirokastra, Maksim Gega edhe një grua, Orila Traku, që qenë kampion për këtë aktivitet. Që një aktivitet si zakonisht që unë zhvilloj për këtë version natural bodybuilding dhe fitness. Dhe mendoj po më është kërkuar që të marrë dhe kampionatin evropian për vitin tjetër, nëse do jetë e mundur, besoj me ndihmën e Zotit dhe me mendjen tonë ta marrim këtë aktivitet dhe ta kalojmë një kategori më lartë, domethënë nga kampionat ballkanik që kemi realizuar, kombëtar ballkanik, tani kalojmë në evropian. Do jetë një kënaqësi e madhe për mua, sepse unë gjithmonë shikoj që të ngrihem gjithmonë një shkallë më lartë në çdo aktivitet që bëj. E vërteta është që Maksi ka një gjenetik shumë të mirë për të qenë një bodybuilder i vërtet. Këtë unë e pikasa para 3 vjetëve dhe ja shpreha këtë mendim që ke një muskulaturë të tillë që rrallë kanë. Dhe me mund dhe me dëshirën e tij arritëm që si vjet të luftojmë më shumë dhe arriti që të zëj vend të parë për versionin natural bodybuilding që ne zhvillojmë dhe në kategorinë master men në fizik në moshën 40 vjeç e lartë. Unë pretendimet i kam të mëdha, por të shohim se sa do jetë në gjendje nga ana financiare që ne të mund të vemi në aktivitete të mëdha. Unë besoj që mund të dali edhe të paktën të futet në treshje më të mirë të Evropës. Ne me Maksin mund të vemi edhe në kampionatin evropian që është në Rumani, por duhem në një ndihmë financiare që Maksi nuk besoj ta ketë këtë mundësi që të shkojë me lekët e tija. Mund na ndihmoj bashkia, Këshilli Bashkiak,